Pjesët e ndihshme mbrojtja. Trofeu i Kupës së Kosovës është i vetmi që i mungon Ballkanit. Prandaj ekipi Suarekas e nisi në sulm përballjen e 1/8 së finales ndaj vllaznimit. Synimi vetëm 6 pikë nga vendi i dytë është. Edvin Kuqe qelloi shtyllën me një goditje nga larg. Vendasit krijuan edhe raste të tjera, por epërsia vonoi deri në minutën e 41. Në këtë moment Vesel Limaj me gjuajtje të saktë dërgoi Ballkanin në avantazh. 41. Valid Hamidi nuk e shfrytëzoi këtë rast të mirë në pjesën e dytë. Limaj, mundësia ideale këto për... E mundësitë e lëshuara kanë mundur t'i kushtojnë Suarekasve. Kjo pasi Ron Rogova i vllaznimit ishte afër t'i barazoj shifrat, por goditjen e tij e ndali portieri Enea Koliçi. Ballkani pas fitores 1-0 kalon në çerekfinale të Kupës së Kosovës. Në mesin e 8 skuadrave më të mira ka kaluar edhe Drita. Goditja me kokë dhe përfundon topin në rrjet. Intelektualët mposhtën bindshëm 3-0 ekipin Rilindja 1974. Drita e mori epërsinë pas 12 minutave me anë të Besnik Krasniqit. 6 minuta më vonë Blend Baftiu dyfishoi rezultatin. Drita e bëri edhe më bind se fitoren pasi Blerim Krasniqi e çoi rezultatin në 3-0. Ky ishte edhe goli i fundit në ndeshje. Përveç Ballkanit e Dritës në çerek finale kanë kaluar edhe Trepça 89, Prishtina, Vjosa, Malisheva, Suareka dhe Dugazhini.